Pas protestës 2 ditore në dyert e Bashkisë së Vlorës dhe të prefekturës së Qarkut, punonësit e sektorit të gjelbërimit rikthehen në punë. Ata tregojnë se gjatë martës ka patur një takim me nënkryetaren e Bashkisë së Vlorës ku kanë paraqitur kërkesat e tyre dhe kanë arritur në një dakordsi. Sipas punonjësve, dakordsia ka të bëjë me faktin se do të vijojnë të kryejnë vetëm punët e gjelbërimit, si dhe pastrimin e zonave përreth hapësirave të gjelbërta, por jo pastrimin e trotuareve dhe rrugëve të qytetit. Ata shpresojnë se kjo dakordsi do të zbatohet me përpikmëri. Ngellën pozicionin që ishim të gjelbërimit. Çfarë zgjidhje keni? Në pozicionin e pashëm që ishim sektori i gjelbërimit, brenda ndërmarrjes pastrimit. Pra ju do të bëni vetëm gjelbërim? Edhe pastrimi brenda zonës sonë. Brenda zonës sonë, që siç i kemi pas standarda nëpërmjet brigadave, rajoneve. Po jo atë të themi thirrjen e rrugëve. Jo. Na aty ku punojmë detyrimisht do fshim se s'mund t'i lëmë ashtu sheshin. Jeni të kënaqur me këtë zgjidhje? Në farë mënyrë po. Po, ju kthyem, jemi në atë procesin ton të punës, atje ku e kemi vite me radhë që e kemi bërë dhe do ta bëjmë derisa të jemi në këtë punë, me punime, me krahasitje, me korrje, me pastrime, me gjithçka. Çari dedikohet kësaj pune, ne jemi detyruar që ta bëjmë. Tani për tani ne firmosëm diçka atje dhe pak a shumë na sqaron diçka, por varet e curia më mbrapa që çish mund të vazhdoj. Ne nuk dim vazhdimin e punës, sepse për atë që kemi bërë gjithkohën dhe vazhdojmë ta bëjmë, do ta shikojmë, do vazhdoj apo do marrë një rrugë tjetër. Po mori rrugë tjetër do thotë që ka protestë. Jo, nuk themi atë dhe s'kemi të drejtë ta themi, sepse u sqaruam, vajtëm me vetë dëshirën tonë, vajtëm tek nënkryetaria, na sqaroi, unë për shembull për vete. Siguruam një takim dhe gjetëm një gjuhë të përbashkët dhe si përfundim. Jemi këtu ku jemi dhe po vazhdojmë normalisht punën siç e kemi bërë me vite me radhë. Sektori i gjelbërimit në qytet i rikthehet tashmë në normalitetit. Punonjësit e këtij sektori kanë nisur këtë të mërkur punën për përkujdesjen e hapësirave të gjelbëruara në rrugën e Unazës së Madhe dhe në zonën e Centrales.